rradhë herë kemi parë qytetarët të rrezikohen në këtë shkallë siç po ndodh sot. Për herë të parë në historinë e Kosovës po ndodh që qeveria qendrore t'i bllokojë të hyrat vetanake të kryeqytetit. Shërbime jetike të kryeqytetit që përdoren për ushqim në shkolla, për transport publik, për shëndetësi, ndihmë sociale, të cilat janë në prag të ndërprerjes nesër. Bëhet fjalë për funksione elementare të qytetit tonë, për mirëqenien e fëmijëve tonë, për mirëqenien e të moshuarve dhe familjeve tonë. Prej mbi një vit në mënyrë të vazhdueshme dhe plotësisht në përputhje me procedurat ligjore kemi kërku alokimin e buxhetit që i takon kryeqytetit. Asnjë kërkesë nuk është trajtuar. Buxheti i Prishtinës është bllokuar për çështje krejtësisht politike. 35 milion euro, prej të cilave 25 milion euro janë të hyra vetanake dhe 10 milion të grantit qeveritar janë bllokuar nga Ministria e Financave në kundërshtim me ligjin dhe me kushtetutin. E për këtë arsye, ju kam lajmëruar edhe më parë që ne kemi dorëzuar kallëzim penal ndaj ministrit në detyrë Rekuran Muratit dhe ndaj zyrtarëve përgjegjës të Ministrisë së Financave për shkelje të qarta të ligjit. Jemi drejtuar edhe kryeministrit në detyrë, presidentes dhe kemi kërkuar shqyrtim urgjent edhe nga gjykata kushtetuese. Ndërkohë, qytetarët e Prishtinës kanë bërë pa paga dhe shërbimet bazike janë në rrezik serioz e të menjëhershëm. Të nderuar qytetarë, sapo kam përfunduar tash një takim me përfaqësues të transportit urban dhe të shoqatës së transportuesve të sektorit, të cilët më njoftuan se për fat të keq nga nesër transporti publik në kryeqytet do të ndalet. Paralajmërime të njëjta kemi marrë edhe nga ndërmarrje të tjera, të cilat prej muajsh nuk kanë marrë pagesa, duke se nuk është shërbimet esenciale të qytetarëve të kryeqytetit. Me keqardhje të thellë e them se nuk kam besuar